Kombëtarja shqiptare e vajzave arriti një fitore të madhe në Loro Buriqi, duke mposhtur Kroacinë me rezultatin e thellë 4-0 në ndeshjen e vlefshme për Ligën B të UEFA Nations League. Shënuan Fortesa Berisha, Alma Hilaj, Megi Doçi dhe Klea Hamonikaj. Vajzat e nisën shumë mirë ndeshjen duke kaluar në avantazh në minutën e 14 me golin e Fortesa Berishës. Shqipëria nuk e uli ritmin dhe në minutën e 24 gjelti golin e dytë me Alma Hilaj pas një asistimi nga Doçi. Pjesa e parë mbyll me rezultatin 2-0. Në fraksionin e dytë skuadra jon menaxhoi mirë lojën dhe vazhdoi të rrezikonte. Goli i tretë erdhi në minutën e 72 kur kapitenja Doçi shënoi me një goditje të fuqishme nga jashtzone. Në fundin e ndeshjes Shqipëria shënoi edhe golin e katërt me Klea Hamonikajn, e cila përfitoi nga një gabim i portieres kroate dhe dërgoi topin në rrjet. Ndeshja u mbyll me fitoren fantastike të Shqipërisë 4-0. Shqipëria vajzave do zhvillojë ndeshjen e radhës në grupin B, ponda e Kroacisë, këtë herë në transfert. Takimi do të luhet me datën 8 prill në orën 16. Ndoshta fitoren e kam prit, sepse kena luftuar dhe kena punuar shumë me vajzat që të arrijmë të kjo fitore. Sot u shprehin më së mirit dhe duhet të falenderoj shumë për këtë ndeshje që na dhuroi gjithë. Arma më forte unë është gjithmonë kolektiviteti, shpirti i garës, që vajzat nuk kursejnë asnjëherë, shikojnë për të vënë, japin maksimumin, luftojnë dhe ne kur luajmë kështu gjithmonë kemi arritur rezultate të mira. Shumë e kënaqur, janë shumë ditë që na stërvit për këtë ditë, domethënë, edhe jam shumë e gëzuar që arritme të bëjmë atë ndeshjen që kena përgatit edhe ka shumë e gëzuar domethënë. Ka qenë një vit shumë i vështirë për mua, me thënë drejtën, po jam shumë e gëzuar që jam gjithmonë pjesë e kombëtares edhe që mund të jap më të mirën. Sakrificat janë të mëdha, falenderoj gjithë njerëzit domethënë që kanë qenë gjithmonë afër me mua. Shpresoj gjithmonë edhe më mirë që të jap më të mirën dhe ishte një fitore e rëndësishme për ne. Pasi na jep motiv për më tepër për punu në vazhdimsi, patjetër na jep edhe moral, sepse kishim nevojë për këtë fitore, edhe ekipi vonoi për ty në lojën e saj, por në momentin që dolëm te goli, besoj se ekipi fitoi atë dhe mori guxim për të luajtur me topin edhe si dhe shënuam në vazhdimsi, kështu që jam e lumtur për ekipin, për vajzat që morën këtë fitore.